Ndërkaq nesër zoti Berisha niset për në Bruksel. Përse, cili është qëllimi? Po, është një vizitë e zotit Berisha, një vizitë një ditore që do të marrë pjesë në forumin e IDU ose Aleancën Ndërkombëtare të Qendrës së Djathtë, ku zoti Berisha do të jetë me personalitetet të tjera të partive të djathta, ku edhe në këtë forum zoti Berisha do të njohë miqt apo partitë si motra të Partisë Demokratike me atë që deri më tani prej tyre quhet masakre electorale dhe farsë zgjedhore, pasi duke referuar edhe dy raporteve paraprake që kanë dalë deri më tani nga ndërkombëtarët si ose BODIR, por edhe Bashkimi Evropian, zoti Berisha thotë se të dy këto raporte mbështesin qëndrimet e demokratëve për zgjedhje jo të barabarta. Ndërkaq, Anesti, pavarësisht se nuk e qenë këto ditë në selin e Partisë Demokratike pasi ke lëvizur dhe në qendrat e numërimit të votave, por gjatë ditës së sotme me informacionet që ke, kush ka hyrë, kush ka dalë në Partinë Demokratike? A janë deputetët, drejtuesit politik, ndonjë prej aleatëve? Të pakta kanë qenë lëvizjet gjatë gjithë këtyre ditëve në Partinë Demokratike. I vetmi që vjen çdo ditë në zyrë zoti Berisha, kanë ardhur dhe zyrtarë të tjerë si zoti Flamur Noka apo kandidat për deputet, por pjesa më e madhe e kandidatëve për deputet apo dhe zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike ende nuk kanë shkelur në këtë seli që prej së shtunës. Edhe gjatë ditës së zgjedhjeve nuk kanë qenë, por as në ditët në vijim. Do të presim në ditët e ardhshme edhe pas protestës, por në përfundim të gjithë procesit të numërimit të votave, ku tashmë jemi në fazën e numërimit të votave parapëlqyese të kandidatëve, do të presim dhe ndoshta ndonjë udhëzim apo ndonjë urdhër nga zoti Berisha për mbledhje të forumeve për të bërë edhe analizën se ku mund të kenë gabuar demokratët, por edhe për të kërkuar të gjithë demokratëve për të përqendruar tek dokumentimi i asaj që e quajnë masakre elektorale. Edhe një pyetje fundit, Anesti, a ka zëra kundër protestave në Partinë Demokratike deri më tani? Deri më tani nuk ka asnjë zë kundër për vendimet e marra nga zoti Berisha, nga ato komunikime që unë kam pasur me kandidata apo me zyrtarë të ndryshëm të Partisë Demokratike, të gjithë pohojnë se përqendrimi duhet të jetë tek dokumentimi i masakrës elektorale. E qartë. Anesti Bajramemaj, falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë që zhvilluam së bashku nga selia e Partisë Demokratike.